deputet në kuvendin e Kosovës. Po faleminderit Aferdita. Në fakt, në këtë rolin e ri, po kam pak shpesh një hezitim që të flas për veten time, megjithatë me që e don Rendi. Do të them pak fjalë që përveç pjesës si një jurist që kam studiuar në Prishtinë dhe kam ndjek një karrierë akademike ku kam përfunduar dhe magjistraturën në Gjermani dhe studimet e doktoraturës në Itali, në Universitetin e Firenzës në Itali. Njëkohësisht kam pas edhe një karrierë profesionale që jo marrë kryesisht me projekte të sundimit të ligjit, kryesisht të financuara nga qeveria amerikane dhe nga Bashkimi Evropian. Kryesisht në Kosovë, por edhe në rajon, në fushën e hartimit të legjislacionit, trajnimeve, ngritjes kapaciteteve, reformimit të administratës publike, edhe sidomos kohët e fundit të digitalizimit. Pra, pak a shumë dhe pak fjalë një kombinimi karrierës akademike, profesionale, por që nuk kam qenë jashtë involvimit në jetën publike, përfshirë edhe debatet e shumta në këtë studiot tuaja në politika dhe në studiot e televizioneve tjera, ku kryesisht e marrë me tema ligjore, kushtetuese në Kosovë, por që kemi njëkë edhe diskutuar edhe për jetën politike, ku kësaj radhe hyra u zhrita në këtë oqean. Kësaj radhe vendose të bësh pjesë edhe të bësh vetë